me besimin tek Zoti, ke qëndruar, ka ndihmuar të qëndrosh ndoshta në rrugën e duhur për të ecur siç duhet, pa bërë ato gabime të mëdha që ndoshta shumica i bëjnë. Apo? Varet ç'a quhen gabime të mëdha, sepse asnjë njeri nuk është perfekt. Pra, të gjithë jemi mëkatar në fund të ditës, por familja... Si ka ndikuar besimi? Është frika e Zotit. Pra, në momentin që ti ke Zotin parë në jetën tënde, atëherë ti do të jesh shumë i kujdesshëm edhe në hapat që hedh. Një varg thotë mos bëj për tjerët atë që nuk do doja që tjerët bënin për ty. Duke patur këtë në mendje, ti gjithmonë je i prirur që të bësh më të mirën tënde dhe të japësh më të mirën tënde. Dhe nuk është vetëm të veprosh për të bërë mirë, por gjithashtu pjesa që ti duhet të veprosh edhe kur shikon një të keqe që po ndodh. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam angazhuar në politikë. Pra, unë nuk mund të rri ta shikoj qytetin tim, vendin tim që po shkatrohet, që po shpopullohet, dhe nga ana tjetër të rri duke mos bërë asgjë. Kemi disa kauza që nuk shiten dhe as nuk blihen, dhe për mua kjo kauzë është familja.